Ish deputeti demokrat Myslim Murrizi u paraqit mesditën e sotme në SPAK, ku ka qëndruar për disa minuta. Pas daljes nga SPAK, Murrizi në një prononcim për mediat tha se do të merret vesh shpejt pse u paraqit. SPAK ka kryer punë me Myslimin bashkë me prokurorit e Shqipërisë. U shpreh Murrizi duke u përgjigjur pyetjes nga mediat nëse është thirrur si person që ka dieni për rrethanat e një çështje apo me status tjetër. Për çfarë u thirrët? Do ta merrni vesh më vonë, e dini u çfarë denoncimesh. Ishit si kallëzues apo në kuadër të një hetimi? SPAK ka kryer punë me Myslimin bashkë me prokuroritë e Shqipërisë. Më kanë hetuar 10 muaj rresht nga një grusht fllihësirash të policisë së shtetit, por nuk ka të bëjë me këtë. Nga kush prokuror u pritet? Nuk i njoh këta të ndërmarrjes së SPAK-ut. Oficeri më shoqëroi te një prokuror që nuk e di, nuk ja mora kartën e ID-s, se as unë vet nuk e kisha. Kishit ndonjë material shtesë apo dha deklarime? Unë hyra me duar në xhepa. Materialet shtesë janë këta që hyn me dosje. Unë për fatin e keq mbaj mend shumë, nuk kam nevojë për letra. Ka të bëj me qëndrimet tuaja politike, funksionet? Jo, qëndrimet do të bëj prapun, nuk ka kush më ndalon. Po për çfarë u thirrët? Si një nga 3.8 milion votuesit dhe një nga 5 milion shqiptar. Jo të gjithë mund të shkojnë në SPAK. Edhe çuditë të shkojnë të gjithë nuk është. E mbani mend Krajën kur thiri Bektashin me 250 katundar? Ka korr apo s'ka korr fshatin me autokombanj? Një fshat e mbaroi Kraja. Kështu që avash avash besoj do të vinë edhe fshatrat e tjerë. Për çfarë fshati ishit ju sot? Pyesni Krajën kur të dalë. Jo u përgjigj Murrizi gazetarëve.